Autoriteti i konkurrencës ka vendosur një sër masash dhe detyrimesh ndaj Vodafone Albania dhe One Albania pas përfundimit të hetimit të thelluar në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Vendimi miratuar në datën 24 korrik 2026 synon të adresojë shqetësimet e ngritura nga konsumatorët dhe të rrisë konkurrencën, transparencën dhe mundësitë e zgjedhjes në tregun e telefonisë celulare. Sipas autoritetit të konkurrencës, gjatë periudhës së hetuar u konstatuan rritje të paraafërta dhe progresive të çmimeve, ngjashmëri e lartë mes paketave, reduktimi i ofertave me çmime të ulta, si dhe mangësi në dokumentimin e kostove që justifikojnë ndryshime tarifore. Në kuadër të masave të vendosura, të dy operatorët duhet që brenda 90 ditëve të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës 18 deri 23 vjeç. Gjithashtu paketa më e lirë duhet të jetë aksesueshme edhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Abonentët do të kenë gjithashtu të drejtën të kalojnë në një paketë më të lirë pas përfundimit të kontratës, pa penalitete dhe pa pengesa të pajustifikuara. Çdo ndryshim në çmim, përmbajtje apo kozgjatjen e vlefshmërisë së paketave duhet i komunikohet individualisht abonentit në mënyrë të qartë, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të ndryshimit. Autoriteti ka përcaktuar gjithashtu se çdo rritje çmimi duhet të mbështetet në analiza të dokumentuara të kostove, ndërsa dokumentacioni përkatës duhet të ruhet për një periudhë prej 5 vitesh. Masat e tjera përfshin diferencim real të paketave të reja në mënyrë që të mos kufizohet zgjedhja e konsumatorëve, si dhe vlerësimin paraprak nga autoriteti i konkurrencave të kontratave tip, me qëllim shmangjen e klauzulave të padrejta. Në kontrata duhet të përcaktohen qartë dhe në mënyrë të kuptueshme edhe procedura dhe afati për bartjen e numrit nga një operator te tjetri. Autoriteti i konkurrencës deklaron se vendimi synon të korrigjojë problematika konkrete të konsumatorëve, përfshirë mungesën e informacionit, vështirësinë për të zgjedhur oferta më të lira, aksesin e kufizuar në paketat ekonomike, paqartësitë kontraktore dhe mungesën e alternativave për shtresat me të ardhura më të ulta. Në rast të mosbatimit të masave të përcaktuara, Vodafone Albania dhe One Albania rrezikojnë penalitetet e parashikuara nga ligji.